Data 16 korrik. Jozueut, kapitulli 23. Shumë kohë pas pushimit që Zoti I kishte siguruar Izraelit nga të gjithë armiqtë që e rrethonin, Jozueu, tani më I plakur dhe në moshë të shtyrë, mblodhi tër Izraelin, pleqtë e tij, krerët, gjykatësit dhe oficerët e tij dhe u tha: Unë jam plak dhe I shtyrë në moshë. Ju I pa të gjitha ato që Zoti, Perëndia juaj ju ka bërë të gjitha kombëve për shkakun tuaj, sepse ka qenë vetë Zoti, Perëndia juaj që ka luftuar për ju. Dhe ja unë kam ndarë midis jush me shortë si trashëgimi për fiset tuaja, kombet që mbeten bashkë me tërë kombet që kam shfarosur nga Jordani deri në detin e madh në perëndim. Dhe Zoti Perëndia juaj do t'i të bëj ai vetë para jush, kështu ju do t'i shtini në dorë vendin e tyre, ashtu si ju ka premtuar Zoti Perëndia juaj. Jini pra shumë të vendosur në zbatimin dhe vënien në praktikë të ligjit të Mojsiut, pa u shmangur as djathtas, as majtas, pa u përzier me kombet që mbeten midis jush. Nuk do të përmendni as emrin e perëndive të tyre dhe nuk do të betoheni për ta. Nuk do të shërbeni dhe nuk do të bini përmbys para tyre, por do të lidheni ngushtë me Zotin, Perëndin tuaj, siç keni bërë deri sot. Në fakt Zoti ka dëbuar para jush kombe të mëdha dhe të fuqishme, dhe askush nuk ka mundur të bëj ballë deri më sot. Një I vetëm nga ju do të ndjek 1000 prej tyre, sepse Zoti, Perëndia juaj, është ai që lufton për ju, siç e ka premtuar. Tregoni pra kujdes të madh për shpirtrat tuaj, për ta dashur Zotin Perëndin tuaj. Por në rast se I shmangeni dhe bashkoheni me mbetjen e këtyre kombeve që kanë mbetur midis jush, dhe bashkoheni me anë martesash me ta dhe përziheni me ta dhe ata me ju, dijeni me siguri që Zoti, Perëndia juaj, nuk ka për të vazhduar t'i të bëjë këto kombe para jush, por ata do të bëhen për ju një kurth, një kamzhik në ijet tuaja dhe hala në sytë tuaj, derisa ju të zhdukeni nga ky vend I mirë që Zoti Perëndia juaj ju ka dhënë. Dhe ja, unë po iki sot në rrugën e gjithë botës. Pranoni pra me gjithë zemër e me gjithë shpirt që nuk ka rënë për tokë asnjë nga fjalët e mira që Zoti, Perëndia juaj, ka thënë lidhur me ju. Të tëra u vërtetuan për ju, as edhe një nuk ra për tokë. Dhe ka për të ndodhur që ashtu si për të gjitha gjërat e mira që Zoti, Perëndia juaj ju kishte premtuar ju kanë dalë, kështu Zoti do të sjellë mbi ju tërë fatkeqësitë derisa t'ju zhduk nga ky vend I mirë që Perëndia juaj Zoti ju ka dhënë. Në rast se shkelni beslidhjen që Zoti Perëndia juaj ju ka urdhëruar dhe shkoni të shërbeni perëndive të tjera dhe bini përmbys përpara tyre, atëherë zemërimi I Zotit do të ndizet kundër jush dhe ju do të zhdukeni shpejt nga vendi I mirë që ai ju ka dhënë. Veprat e Apostujve, kapitulli 3. Por Pietri dhe Gjoni po ngjiteshin bashkë në tempull rreth orës së 9, orës së lutjes. Dhe u soll një burr që I çal që nga barku I nënës, të cilin e vinin çdo ditë pranë derës së tempullit, të quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai, kur pas e Pietri dhe Gjoni po hynin në tempull, u kërkoi lëmosh. Atëherë Pietri me Gjonin, duke I ngulur syt mbi të, I tha: Na shiko. Dhe ai po I shikonte me kujdes, duke pritur se do të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri tha: Unë nuk kam as argjend, as ar, por ato që kam, ato po ta jap. Në emër të Jezu Krishtit Nazarenes, ngrihu dhe ec. Dhe si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti dhe në atë çast ju forcuan këmbët dhe nyjet. Dhe me një të hedhur hov qëndroi dhe filloi të ecë. Dhe hyri me ta në tempull duke ecur, duke u hedhur dhe duke lavdëruar Perëndin. Dhe gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lavdëruar Perëndin, dhe e njohën se ishte ai që rrinte ulur para derës së bukur të tempullit për të kërkuar lëmosh, dhe u mbushën me habi dhe mahni për atë që atij I kishte ndodhur. Atëherë, ndërsa I çali që ishte shëruar rrinte ngjitur pas Pietrit dhe Gjonit, gjithë populli I habitur rendi drejt tyre te portiku I quajtur I Salomonit. Dhe Pietri, duke parë këtë gjë, I foli popullit: Burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni për këtë? Ose pse po na I ngulni syt, sikur ne me fuqinë tonë ose me perëndishmëri të kishim bërë që ky njeri të ecë? Perëndia I Abrahamit dhe I Isakut dhe I Jakobit, Perëndia I etërve tanë ka përlëvduar birin e tij Jezusin, të cilin ju ja dorëzuat Pilatit dhe e mohuat përpara tij, megjithse ai kishte vendosur ta lironte. Por ju e mohuat të shenjtin, të drejtin
dhe kërkuat që t'ju jepe një vrasës, dhe vrat princin e jetës që Perëndia e ka ringjallur prej vdekurish. Për këtë gjë ne jemi dëshmitar. Dhe me anë të besimit në emrin e tij, këtë njeriu që shihni dhe njihni e forcoi emri Jezusit dhe besimi që është nëpërmjet tij, i dha këtë shëndet të plot në praninë e ju të gjithëve. Por tani o vëllezër, unë e di që e keni bërë nga padia, ashtu siç kanë bërë edhe krerët tuaj. Por Perëndia kështu përmbushi atë që ishte paralajmëruar nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij se Krishti do të vuante. Pendohuni pra dhe kthehuni që të shlyhen mëkatet tuaja dhe që të vi koha e lladit nga prania e Zotit dhe ai të dërgojë Jezu Krishtin që ju ishte predikuar më parë, të cilin qielli duhet ta pranojë deri në kohën e ripërtëritjes së të gjitha gjërave, të cilat Perëndia ka folur nëpërmjet gojës së gjithë profetëve të tij të shenjtë që nga fillimi i botës. Sepse Mojsiu u tha etërve: Zoti Perëndia juaj do të ngjall për ju një profet si unë nga mesi i vëllezërve tuaj. Dëgjojeni në të gjitha gjërat që ai do t'ju thotë. Por do të ndodhë që çdo shpirt që nuk do ta dëgjojë ta profet, do të shfaroset prej mesit të popullit. Por edhe të gjithë profetët sa kanë folur që nga Samueli e këtej, i kanë paralajmëruar këto ditë. Ju jeni bijtë të profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etërit tan, duke i thënë Abrahamit: dhe në pasardhësit e tu do të bekohen të gjitha fiset e dheut. Perëndia më së pari, pasi e ringjalli birin e tij Jezusin, ju a ka dërguar juve që t'ju bekoj, duke larguar secilin prej jush nga pallësitë tuaja. Jeremia, kapitulli 12. Ti je i drejtë o Zot, si mund të diskutoj me ty? Megjithatë do të flas me ty lidhur me gjykimet e tua. Pse udhët pa bezve shkon mbar? Pse jetojnë të qetë ata që veprojnë me pabesi? I ke mbjellë dhe kanë lëshuar madje rrënjë, rriten dhe mbajnë madje fryte. Ti je afër gojës së tyre, por larg zemrës së tyre. Por ti o Zot, më njeh, më shikon dhe shqyrton zemrën time në përqasje me ty. Tërhiqi në thertore si dele dhe veçoj për ditën e kërdisë. Deri kur do të mbaj zi vendi dhe do të thahet bari çdo fushë. Nga shkaku i liksisë së banorëve të tij, kafshët dhe zogjt çfarosen, sepse ata thonë: ai nuk do ta shikoj fundin ton. Në rast se ti fugon me këmbësorët dhe ata të lodhin, si mund të hysh në garë me kuajt? Në rast se e ndjen veten të sigurt vetëm në një vend paqësor, çfarë do të bësh kur Jordani do të fryhet? Sepse edhe vëllezërit e tu dhe shtëpia atit tënd kanë vepruar në mënyrë të pabes ndaj meje. Edhe ata të përtasin nga pas me zë të lartë. Mos ki besim tek ata kur të thonë fjalë të mira. Braktisa shtëpinë time, hodha poshtë trashëgimin time, dhash atë që kam më të shtrenjtë në duart e armiqve të tij. Trashëgimia ime është bërë për mua si një luan në pyll. Lëshoi ulërimin e tij kundër meje, për këtë e urreva. Trashëgimia ime ka qenë për mua si një shpend grabiçar lara. Shpendat grabiçar hidhen kundër saj nga çdo anë. Shkoni, blidhini tërkafshët e fushës, sillini këtu që të gëlltisin. Shumë barinj kanë shkretuar vreshtin tim, kanë shkelur pjesën time, e kanë katandisur pjesën time të këndshme në një shkretetir të mjeruar. E kanë katandisur një shkretim, e shkretuar, të pikëllon para meje. Tër vendi është i shkretuar, por asnjëri nuk mendon për të. Mbi të gjitha lartësitë e shkretetirës kanë arritur shkatërruesit dhe shpata e Zotit e përpin vendin nga një skaj në skajin tjetër të tij. Asnjë mish nuk ka paqe. Kanë mbjell grur, por korrin gjemba. Janë lodhur për pas një përfitim. Do të vi turp nga korri atyre për shkak të zemërimit të fortë të Zotit. Kështu thot Zoti për gjithë fqinjet e mi të këqij, që prekin trashëgimin që i dhash në zotërin popullit tim Izrael. Ja, do t'i çrënjos nga vendi i tyre dhe do të çrënjos shtëpinë e Judës në mes të tyre. Por ka për të ndodhur që pasi ti kem çrënjosur do të më vi keq përsëri për ta dhe do ta çoj përsëri secilin në trashëgimin e tij, secili në vendin e tij. Dhe ka për të ndodhur që në rast se mësojnë me kujdes rrugët e popullit tim dhe nëse betohen me emrin tim duke thënë Zoti rron, ashtu siç e kanë mësuar popullin tim të betohet për Balin, do të vendosen mirë e bukur në mes të popullit tim. Por në rast se nuk do të dëgjojnë, unë do ta çrënjos plotësisht atë këmbë dhe do ta shkatroj, thot Zoti. Mateo, kapitulli 26. Dhe ndodhi që mbasi Jezusi mbaroi të gjitha këto fjalime, u tha dishepujve të vet: ju e dini se pas 2 ditësh është Pashka,
dhe biri i njeriut do të dorëzohet që të kryqëzohet. Atëherë kryepriftrin dhe skribët dhe pleqët e popullit u mblodhën në pallatin e kryepriftit që quhej Kajafa, dhe bënin këshill për ta zënë Jezusin me dredhi dhe ta vrasin. Por thoshin, jo gjatë festës, që të mos bëhet në një trazir në popull. Tani, kur Jezusi ishte në Betani, në shtëpinë e lebrozit Simon, ju afrua një grua që kishte një enë alabastri me vaj erkëndshëm shumë të kushtueshëm dhe e derdhi mbi kokën e tij kur ai po rrinte në tryezë. Kur e pan këtë gjë, dishepujt e tij u indinjuan dhe thanë, "Përse gjithë kjo shka përderdhje? Sepse ky vaj erkëndshëm mund të shitej shumë shtrejt dhe paratë u jepeshin të varfërve." Por Jezusi e mori vesh dhe u tha atyre, "Pse e mundoni këtë grua? Sepse ajo kreu një vepër të mirë ndaj meje. Sepse të varfrit do t'i keni për herë me ju, por mua nuk do të më keni për herë. Sepse duke derdhur këtë vaj erkëndshëm mbi trupin tim, ajo e bëri për ta përgatitur trupin tim për varrim. Në të vërtetë po ju them se kudo që do të predikohet ky ungjill, në të gjithë botën do të tregohet edhe çfarë bëri kjo grua në përkujtim të saj." Atëherë një nga të 12-tët, i quajtur Judi Iskarioti, shkoi te kryepriftrin dhe u tha atyre, "Çfarë do të më jepni që unë t'ju dorëzoj?" Dhe ata vendosën për 30 copa argjendi, dhe qysh atëherë ai kërkonte rastin për ta tradhtuar. Por ditën e parë të ndormeve, dishepujt ju afruan Jezusit dhe i thanë, "Ku dëshiron të përgatisim për të ngrënë Pashkën?" Dhe ai tha, "Shkoni në qytet të filani dhe i thoni, Mësuesi thot, koha ime është afër, do ta bëj Pashkën te ti bashkë me dishepujt e mi." Dhe dishepujt bën ashtu siç i kishte urdhëruar Jezusi dhe përgatitën Pashkën. Dhe kur u ngrys, ai u ul në tryezë bashkë me të 12-tët dhe ndërsa po hanin tha, "Në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më tradhtoj." Dhe ata u pikëlluan shumë, dhe secili prej tyre filloi të thotë, "Mos jam unë, Zot?" Dhe ai duke ju përgjigjur tha, "Ai që ka ngjyrë bashkë me mua dorën në çanak, ai do të më tradhtoj. Vërtet biri i njeriu të shkon siç është shkruar për të, por mjera i njeri përmes të cilit biri i njeriu dorëzohet. Por këtë njeri do të ishte më mirë që ai të mos kishte lindur fare." Por Juda, ai që do ta tradhtonte, u përgjigj dhe tha, "Rabi, mos jam unë?" Ai tha, "Ti po thua." Dhe ndërsa ata po hanin, Jezusi mori bukën dhe e bekoi, dhe e theu dhe u dha dishepujve dhe tha, "Merrni, hani, ky është trupi im." Dhe mori kupën dhe falenderoi dhe u dha atyre duke thënë, "Pini prej tij të gjithë, sepse ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes së re, i cili është derdhur për shumë veta për faljen e mëkateve. Por unë po ju them se që tani e tutje nuk do të pi më nga ky frut i hardhis, deri atë ditë kur bashkë me ju do ta pi të re në mbretërinë e Atit tim." Dhe mbasi këndua një himn, dolen jashtë te mali i ullinjve. Atëherë Jezusi u tha atyre, "Këtë natë të gjithë ju do të skandalizoheni në mua, sepse është shkruar, do të godas bariun dhe delet e tufës do të shpërndahen, por mbasi të jem ngjallur, do të shkoj përpara jush në Galile." Atëherë Pietri duke u përgjigjur i tha, "Edhe sikur të gjithë të skandalizohen me ty, unë nuk do të skandalizohem kurrë." Jezusi i tha, "Me të vërtet po të them se këtë natë, para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë." Pietri i tha, "Edhe sikur të duhej të vdisja bashkë me ty, nuk do të të mohoj kurrësesi." Po ashtu thanë dhe të gjithë dishepujt. Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend që quhej Gjetsemani dhe u tha dishepujve, "Uluni këtu, gjersa të shkoj atje dhe të lutem." Dhe mori me vete Pietrin dhe të 2 djemtë e Zebedeut dhe filloi të trishtohej dhe të kishte ankth të madh. Atëherë ai u tha atyre, "Shpirti im është thellësisht i trishtuar, deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rini zgjuar bashkë me mua." Dhe si shkoi pak përpara, ra me fytyrë për dhe dhe lutej duke thënë, "Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti." Dhe vjen te dishepujt dhe i gjen duke fjetur dhe i thot Pietrit, "Kështu pra nuk mundet të rini zgjuar me mua të paktën për 1 orë? Rini zgjuar dhe lutuni, që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi është i dobët." U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë, "Ati im,
Në qoftë se nuk është e mundur që kjo kup të largohet prej meje pa e pirë, u bëft vullneti yt. Dhe erdhi dhe i gjeti përsëri duke fjetur, sepse sytë u ishin rënduar. Dhe mbasi i la ata, u largua përsëri dhe u lut për herë të tretë duke thënë të njëjtat fjalë. Atëherë vjen të dishepujt e vet dhe u thot: Flini tani dhe pushoni. Ja, u afrua ora, dhe biri i njeriut do të dorëzohet në duart e mëkatarëve. Çohuni të shkojmë. Ja, ai që po më tradhton është afër. Dhe ndërsa ai ende po fliste, ja Juda, një nga të 12-tët, erdhi bashkë me një turm të madhe me shpata dhe me shkopinj, e dërguar nga kryepriftrinjt dhe nga pleqtë e popullit. Por ai që e tradhtonte u kishte dhënë atyre një shenjë duke thënë: Atë që do të puth, ai është. Kapeni. Dhe menjëherë ju afrua Jezusit dhe i tha: Përshëndetje mësues. Dhe e puthi. Dhe Jezusi i tha: Mik, për çfarë je këtu? Atëherë ata ju afruan, vun duart mbi Jezusin dhe e zun. Dhe ja një nga ata që ishte me Jezusin, zgjati dorën, nxorri shpatën e vet, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi i tha: Kthej shpatën tënde në vendin e vet, sepse të gjithë ata që rrokin shpatën prej shpate do të humbasin. A kujton vallë se nuk mund t'i lutem tani atit tim dhe ai të më dërgojë më shumë se 12 legjione ëngjësh? Po atëherë, si do të përmbusheshin shkrimet sipas të cilave duhet të ndodhë kështu? Në atë orë Jezusi u tha turmave: Ju dole të më zini mua me shpata dhe me shkopinj, si kundër një kusari. E pra çdo ditë rria ulur midis jush, duke dhënë mësim në tempull dhe nuk më kapët. Por të gjitha këto ndodhen që të përmbushen shkrimet e profetëve. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë dhe ikën. Dhe ata që e kishin arrestuar Jezusin e quante Kajafa, kryeprifti, ku ishin mbledhur skribët dhe pleqt. Por Pietri e ndoqi nga larg deri në pallatin e kryepriftit, dhe mbasi hyri aty, u ul bashkë me rojtarët për të parë fundin. Por kryepriftrinjt, pleqt dhe gjithë Sinedri kërkonin ndonjë dëshmi të rrem kundër Jezusit që ta vrisnin, por nuk gjeten asnjë. Ndonë se u paraqiten shumë dëshmitar të rrem, nuk e gjetën. Por në fund u paraqiten 2 dëshmitar të rrem të cilët thanë: Ky ka thënë: Unë mund ta prish tempullin e Perëndis dhe ta ndërtoj për 3 ditë. Dhe kryeprifti u qua dhe i tha: Nuk po përgjigjesh fare për çka po dëshmojnë këta kundër teje? Por Jezusi heshti. Dhe kryeprifti u përgjigj dhe tha: Po të përbej për Perëndinë e gjallë të na thuash nëse ti je Krishti, biri i Perëndis. Jezusi i tha: Ti e the. Megjithatë po ju them se tani e tutje do ta shihni birin e njeriu duke ndenjur në të djathtë të fuqisë dhe duke ardhur mbi rreth e qiellit. Atëherë kryeprifti sheu rrobat e tij duke thënë: Ai blasfemoi, që na duhen më dëshmitar. Ja, tani e dëgjuat blasfeminë e tij. Si ju duket? Dhe ata duke u përgjigjur thanë: Ai është fajtor për vdekje. Atëherë përshtyn në fytyrë dhe e goditën me grushta, dhe disa të tjerë i ranë me shuplaka duke thënë: O Krisht, na profetizo, cili është ai që të ra? Por Pietri ndenjë përjashta, në obor, dhe një shërbëtori ju afrua duke thënë: Edhe ti ishe me Jezusin, Galileasin. Por ai e mohoi përpara të gjithëve duke thënë: Nuk e di ç'po thua. Dhe kur ai po dilte në hajat, e pa ata një shërbëtore tjetër dhe u tha të pranishmëve: Edhe ky ishte me Jezusin, Nazarenasin. Dhe përsëri e mohoi me bet duke thënë: Nuk e njoh atë njeri. Mbas pak, edhe të pranishmit ju afruan dhe i thanë Pietrit: Vërtet, edhe ti je një nga ata, sepse e folura jote të tradhton. Atëherë ai nisi të mallkoi dhe të bëj bet duke thënë: Nuk e njoh atë njeri. Dhe në atë çast këndoi gjeli. Atëherë Pietri kujtoi fjalën që i kishte thënë Jezusi: Para se të këndoj gjeli, do të më mohosh 3 herë. Dhe si doli jashtë, qau me hidhërim.